Miq të Pisk System, ju përshëndesim. Uroj që t'jeni mirë dhe ja kur I takohemi sërish në këtë sezon të dytë në episodet e para me Aleksin, të cilën e falenderoj shumë që gjej kohë dhe është gjithmonë në gatishmëri për të sjellë frymën e mirë dhe trajtojmë tema që ndoshta nuk para I shohim nëpër mediat shqiptare, madje edhe në botë nuk e shohim. Ja, jemi të vetmi në botë, ja, kështu tani bam. Sot kemi një temë interesante, Alex, që ti ke disa kohë që përgatitesh edhe një temë që ne kemi diskutuar her pas here dhe kemi thënë që ze shumë vende edhe në shoqërinë tonë shqiptare për narcizmin. Fenomeni i narcizmit. Po doja që të na jepi një përmbledhje, një përkufizim, çfarë do të thotë, jo të siç ka lexojmë fjalor ose por si e kupton ti domethënë? Çfarë do të thotë narcizëm? Ta kapim si nis zanafilla e këtij fenomeni, ka qenë person real ky, e kishte emrin Narci. Narci ka qenë person, individ. Po ishte tip lordi ky. Lord. Aha. Me pushtet. Pa qëllim, jo pa qëllim domethënë lidhet edhe fjalën narcizizëm. Fjala narcizëm me pushtetin Lord ishte. Edhe ky domethënë përveç se kishte pasuri të madhe, shqiptar ky. Tani mund ta bëjmë shqiptarët atë, të gjithë shqiptarët që kanë punë edhe që shkojnë hon. Nga ishte ky? Këtë se di nga ishte ky, po di që është person real edhe ishte edhe I bukur ky. Edhe një ditë doli të sodiste në natyrë edhe pa aty që po rridhte lumi me ujin e pastër atje dhe u afruar që të shikonte veten në pasqyrimin e ujit nga sipër. Edhe siç po shikonte veten kështu, ra në gjunjë aty dhe po shikonte veten kështu sikur të ishte pasqyrë. Edhe u marnitaj shumë nga ato tiparet e rregullta të fytyrës së tij atje, saqë ran dashurinë vetë, ran mrena. Miqës ra mrena lum. Po prit se ai po u afronte atje dhe donte ta kishte sa më afër fytyrën atë bukurinë dhe po afronte te sipërfaqja e rumit dhe sa ra brenda. Po paska. Ra vërtet brenda. E mori rryma pastaj. Po mirë, ha? Po të gjithë tjerët e dinin domethënë që para se ta merrte lumi këtë, e dinin që ky ishte kështu person që kishte kaluar në vetpëlqime. I kishte shfaq to domethënë këto shenjat. Edhe kishte rënë sy në gjithë në zonën atje që ai jetonte, që ky ishte njëri kështu që e mbante veten për fazan. Si reagoi shoqëria aty, komuniteti ku ishin njerëz që njënin që e dinin to veçoritë e tij? Pasi ndolli kjo kur ran lumë. Po asgjë. Po disa po, se thoshin tani iku një smon më pak. Po të llojit të tij, bën merak do. Apo edhe ato u kënaqën se thonë të azim në venin. Po sigurisht nuk janë tu pyet kur është luftë pushteti, loja, nuk po diskutojnë që humbi dikush ai, fërkojnë duar direkte. Po tani ky ndroi domethënë aq u mbyll ishte. Po vdiqej, e mori lumë vete. Mori bukuria në qaf. Kujdes se kur hypën veten në qefe. Te ja themi vetë se shohim vetëm duke ekrani I kësaj kameras që regjistron të bashkëbisedimin ton podcastin don Piskast. Jo, Pisk System si I bëj lështën nga që kena shumë kemi shumë podcaste gjëra, po Piskast, Pisk System, pjesë e Piskut me këto, po I themi vetes, kujdes se nësi rrshkasim edhe ne kështu, por po do të bëj kujdes. Të gjithë do të bëjnë kujdes te kjo pjesë. Nuk do shumë që të kalosh në vetpëlqim. Vetpëlqimi është narcizmi dhe është një pra, që të kalojmë për kufizimin, për te pjesës si e sollëm që edhe po të ngacmoj që s'po pusho goja, se do futemi direkt pastaj që të dëgjoj. Jo një prezantim se ka qenë person real, por nuk e di se Narci kishte emrin. Kjo domethënë është një vetpëlqim I shumë I zhvilluar tek dikush. Domethënë kalon në gjëra ekstreme pas asaj njeriu. Ai beson se është qendra e gjithçkaje, një njeri që ka rënë në narcizëm. Gjithë duhet të punojnë për atë, gjithë duhet ta lavdërojnë atë, gjithë duhet të kenë vëmendjen tek ky person, djalë apo vajzë. Se kjo nuk pyet as për gjini, as për moshë. Mund ta ketë kushdo, edhe aty mirë ata pastaj. Se kuptojnë, është kalon në një gjendje dehjeje. Është dehje mendore. Nuk është ideja e alkoolit që të kalon mas 2-3 orësh. Kjo nuk kalon. Kjo është 24 orë në 7. Madje rritet më shumë doza, sa më shumë kaloj. Po. Qose ti se kontrollon gjithmonë. Sepse ajo është një tip si një lloj drog shpirtërore. Edhe ç'a ndodh, kërkon vazhdimisht dozë.
Po që ta ndjesh do që ti shtosh më shumë. Dozë më të madhe. Për herë. Edhe këtë dozën duan ta sigurojnë me anë të vëmendjes që tërheqin nga ata që i rrethojnë. Këta duhet jenë ata që duhet të shikohen, të dëgjohen, të kushtosh vëmendje. Po ishte dikush që ka kuptuar se çfarë janë këta realisht, për te maska, se narcizmi është maskë, një lloj maske është. Do të thënë janë në një lloj roli ata aty në ato momente. Do të thënë kur janë në kontakt në publik, që shoqërohen me njerëz, janë në rol. Janë duke shfaqur një tjetër rol kur janë në publik dhe tjetër rol janë kur janë vetëm në shtëpi për shembull ose që janë në gjendje më relaks. Nuk janë po narcizë domethënë edhe në gjendje relaksi kur janë në shtëpi ose në ambientet mbyllura që janë privat. Kur janë në shtëpi, ambientet të mbyllura aty kthehen në origjinë ata. Janë mirë. Kush është origjina atyre që kthehen ata? Pasiguria. I kanë frikë ato gjërat. Boshllëku, frika. Përballja me veten e tyre. Se ata, shikon, njeriu që është narcist, gjëja që e dëmton më shumë është kur është vetëm. Do patjetër që të shoqërohet me njerëz. Patjetër e ka të nevojshme. S'po flasim, se njeriu nga natyra e tij është social. Do që të shoqërohet. Pra mos i ngatrojmë këto gjëra. Po. Ajo është gjë e shëndosh, nuk ka ndonjë gjë të keqe. Po këta nuk e duan një person ta kenë në krah që të ndihen mirë. Të diskutojnë, të hapin, të jenë sinqert, transparent. Duan që të jetë një pikë e dobët, pra të jetë e dobët dhe të mbështetet tek ajo e dobët. Pra ta kenë më dobët sa vetja. Këto duan që ta kenë një person. Vetëm pa. Po, duan që ta kenë një person që t'i thithin energjinë këtyreve. Sado i mirë ti është ti, nuk do t'ia di fare njeriu që është narcist. Atë mirësinë tënde do që ta marri, ta kthej në vlerësim të vetes vet dhe të ushqehet. Janë si tip vampirash shpirtëror këta. Shpirtëror. Në bukur kjo krahasim. Të tërheqin energjinë edhe ty nuk të japin gjë. Ti ndihesh bosh, ndihesh do të thënë sikur je i abuzuar, sikur je i shfrytzuar me këta lloj njerëzish kur i qëndron afër. Kupton se janë njerëz për shembull që çojnë nga tavolina edhe i pëlqeu biseda dhe domethënë e shikon në fytyrë janë të qeshur, pati dobi kjo bisedë që patëm sot thonë, dhe çojnë të gjithë gëzuar. Kurse me njëri të tillë, me një që është narcist, nuk ke atë ndjesi. Ndihesh keq, ndihesh jo mirë, ndihesh siç ndihet edhe ai ose ajo që ka këtë fenomen. Të transmeton atë energjinë e vet. Të bën si vetë atë. Po, të tërheq ajo, është kështu, e kanë atë fuqi ata. Këta janë njerëz që janë manipulator. Manipulojnë. Këta mund të kenë, po marr një rast një vajze, se këto e kanë më të shpesh se sa meshkujt. Edhe meshkujt janë. Ke femrat zë më shumë vend, Po, e kanë se shiko, tani femra ka karakterizohet nga bota emocionale më shumë se sa ne. Ne jemi më shumë mendje, ato janë më shumë ndjenjë femrat. Atë emocionet, atë botën e pasur emocionale të ndjenjave e kthejnë në kështu, në plan. Domethënë nuk e përdorin për të përçuar ato gjërat e bukura të zemrës, ndjenjat, po e përdorin për të përçuar më shumë atë që më shikoni mua, domethënë çdo gjë e veprojnë për të rrëqur vëmendjen e të tjerëve. Jo thjesht për të ndarë diçka të përbashkët, një problem, një diçka, po çdo gjë e sjellin e bëjnë në atë formë që shiko se këtu ku jemi ulur tani do merremi me mua, se unë jam ndryshe, nuk jam si ju. Domethënë do kushtoni kohën që do pim kafe, neve do merreni me mua, më thoni në një fjalë të mirë, në një kështu. Të gjithë nga dëshmëri për atë, me qenë për çdo sekond duke menduar për atë dhe haj çati bëjmë këtij që të jetë ndihet mirë. Po, domethënë mos ketë tema të tjera, përqendrojmë vetëm te ky person. Sa bukur e bëre këtë, sa e bukur kjo arritja jote që bën një sukses jot në jetën tënde, edhe që të filloj të fryhet, të marrë atë dozën. Edhe që të ndihet rehat pastaj. Pse? Sepse realisht ata e dinë që janë bosh. Sepse nuk ka një personalitet. Ti do të bëj ato që nëse dikush është një narcis përballë te ose afër teje, ose në një ambient caktuar, do ja jepi këtë dozë? Po është sikur po jep dozën një drogaxhiu, domethënë që ai të vazhdoi të jetë i tillë. Ndihet keq për shembull, mund të jetë s'është mirë, nuk është. Nuk do ja jepi për hir të asaj që ai nuk ndihet mirë për shembull, nuk është. Po tani nëse ti do që ta bësh atë të vinë në vetë, të bëhet mirë, tani është normale që mos ja ushqesh dozën, aty duhet pastaj ta trajtosh ndryshe.
A ka shërim pra kjo duhet dal. Pra si mund të luftohet kjo? Nëse ti ke një person për shembull që është narcist. Çik vështirë. Oh. Mund të them është pothuajse e pamundur. Që mos them fare e pamundur. Pse? Për çfarë arsye? Po është gjendje shumë e keqe kjo, Alin. Pora njeriu aty. E kupton tani këta njerëz nuk janë të sëmurë mendor, që mos mendohet sikur janë të sëmurë mendor. Po. Këto çdo gjë e kanë plan. Veprojnë me një lloj gjakthotësie. Thurin plan me vëlla, unë me këtë njeri unë do sillen kështu sepse nga ky këtu kam këto lloj interesa. Me këtë tjetrin do sillen kështu se nga ky do kem këto lloj përfitime. Çdo gjë me skalet, me skenar. Përshtatet të bëhet janë tip kameleonash. Përshtatet sipas rastit, sipas personit, sipas asaj që i intereson këtyreve. Çdo gjë është plan, janë si ta thosh ti si ato vrasësit serial gjakftot. Po vetëm se këta janë vrasës që ta bëjnë avash, pa kuptuar. Shpirtëror. Pa kuptuar, e bëjnë gradualisht. Sa i tjetrit vjet ngul thikën, pak maroj ikën se kthen kokën fare. Këto janë edhe këta të ftohtë janë. Ata janë psikopatër. Kurse këta janë ndryshe, nuk ose të vinë me atë idenë direkte që unë këtë duhet ta shkataroj. Po thjesht vjen si pasojë e asaj qëndrime që ti mban. Unë jam ky që jam. Jam qendra e universit e galaksisë, ku dëgjon, vetëm me mënyrën se si ata qëndrojnë, veprojnë, mendojnë. Ajo ja shkataron dhe atë tjetrin, po i qëndrove afër këtyreve. Nuk të ofron asgjë të mirë, absolutisht. Vetëm marrin, janë nga fshati nëm. Nuk i din ato çfarë do të thotë urdhëro. Na, mere. Vetëm nëm, mua, unë. Gjendje ku dëgjon valla? Gjendje demoniake valla. Vetëm ata janë kaq krenar për veten e tyre. Kështu janë edhe këta. Pra ti thua që ne nuk mund t'ja luftojmë dikujt, pra duke ndihmuar, që t'ja heqim këtë ves mund quhet apo? Mund të jetë ves? Gjendje shpirtërore është ajo ves. Ves vesi rregullohet, po kjo nuk quhet ves valla. Kjo është po veten a mund ta luftosh dot nëse ke shenja ke doza narcizmi? Të lufton ato vetën e tyre? Dikush për shembull që ka doza narcizmi, a mund ta luftoj tek vetja vet? Pra morëm pikën që dikush tjetër nuk ndihmon dot, por veten dikush nëse do me e heq le të themi, ta zhbëj këtë gjë. Të lloj karakteristike që ka. Nuk e ndihmojnë dot veten e tyre, për arsyeën e thjesht fare, sepse ato nuk pranojnë kurrë që janë gabim. Edhe një njeri që është i smur, sado që të shkojë te doktori, po nuk i tha që më vëm këtu, ku do operoj ai, ku do filloj të fokusohet që ta shëroj. Këta thuj sa të duash ti atyreve. Ora ke këtë gjithë gjëra kanë luftën me veten, nëse pranojnë që janë të tillë dhe të duan ta kurojnë veten, atëherë fillon procesi. Pra, a ekziston pra kjo rrugë? Ekziston mundësia? Nuk ka shans. Nuk e pranojnë kurrë atë gjë. Jo? Jo. Më thash se thip. Prandaj të thash pari që është pothuajse ose mos them që është e pamundur. Është frikshme fare. Është e frikshme, është kategori e frikshme njerëzish kjo. Edhe ka zënë vend shumë të madh në shoqëri. Ka vend shumë, ë? Nëpër botë. Jo vetëm këtu. Se ajo është fenomen mbarbotror. Kjo është epidemi. E vërtet. Jo ajo që na thanë këta pandemi. Kjo është pandemi. A është smunje ngjitse kjo? Pra nëse ti rri me një narcis për shembull, mund të infektohesh edhe ti? Po deri diku ndodh kjo, sepse ç'a ndodh tani në një marrëdhënie shoqërore për shembull, ose edhe në çift, mbizotron ai që ka karakterin më të fortë. E do të kaloj ty ato të vetat atij tjetrit që është më i dobët. Kështu që dikush që nuk i di se si funksionojnë këto gjërat psikologjike, ai ndikoj direkt se i merr si të mirëqen atë shembullin që shikon nga ai. Prit se ky është i arir, ky po ecën me këtë mënyrë që mendon se është më e mira. Ta imitoj dhe unë këtë, të marr dhe unë shembull nga ky. Që dhe unë të çaj në jetë, të jem dhe unë i suksesshëm si ky, edhe papa aty bien kurth. Sepse këta janë si tip kështu, në sipërfaqe të japin përshtypjen se janë tip karizmatikësh. Se janë dhe çkathat. Po e përdorin për keq atë shkatësinë e tyre. Nuk e përdorin për mirë, e përdorin për të rrequr vëmendjen e të tjerë, për të thithur energjinë e të tjerëve. Më shihni mua. Do të thotë gjithë atë talentin e zgjuarsisë që ato kanë, se janë dhe të mençur, kështu, përgjithësi, e përdorin për vëmendjen tek vetja e tyre.
asnjëherë për të mirën e përgjithshme. Shiko, është aq e frikshme sa që merr një rast konkret tani në mendje. Kam një personin tim në Fis, edhe nuk do t'ja di as për bab, as për mam, as për shoqëri, as për familjarët e tjerë, fare nuk do t'ja di. Që e zhgënjur shumë. Zhgënjim, jo mëse gjithat mirë aty ka si ka munguar si Jo gjë. thash mos është zhgënjur nga këta njerëz, që vetëm një njerëz që është zhgënjur, është vrarë nga këta, mund të ketë këtë lloj ndjesie që mos janë ndjej fare për asnjë nga këta. Ka liri pafund. Ka liri. Shumë pafund, domethënë ajo është, ajo liria është frenuar. Prindit i thon bë ç'a dush. Ja thonë edhe ato domethënë, janë dakord. Tani kur arrin prindi dhe i thot fëmis bë ç'a do duash, aty sapo i ka thënë që shko shkatro me durët e tuaja. Laj durët. Po se ky është dhe roli i prindit vëlla që të vendosi kufi, disa rregulla, disa gjëra. Në momentin që unë i them djalit tim për shembull, shko ke lirinë e plot bë ç'a dush, aty pastaj unë kam dalë nga roli i prindit. Aty s'po e mbaj më që të ruaj ato ekuilibrat. Aty po e lej. Tani ç'a do bëj një njeri i ri që s'ka eksperiencë përvoj? Si mund t'ju thuash atij të bëj ç'a duash? Ai do shkojë te mundësia më e madhe në këtë botë që jetojmë sot, të bind gjën edhe të marrë shembullin e gabuar. Janë edhe këto se nga nisin këto, i jep një telefon sot prindi, edhe fillon atje dhe merr aty edukimin te telefoni, fillon aty pastaj, shikon ato fotot atje në Instagram, ato që bëjnë ato pushimet e tyre në për këto jatet edhe kështu hishujt atje, edhe thot pastaj, dhe futen ato ide të gabuara pastaj. Duhet të arrijë dhe unë këtë që ka kjo vajza këtu që rin kështu. Edhe pastaj shkojnë nëpër palestra, rrumbullojnë trupat kështu që gjin atë që do ja mundsoj këto jatet, këto pushimet, kupton? Edhe ato janë edhe janë në kërkim, kanë një 4-5 pastaj këto. Do thoshti si i menaxhojmë ku i gjejnë kohën që të mbajnë 4-5 i gjejnë alla e bëjnë. Këti ti thot një mashtrim tjetër, këti ti thot një mashtrim tjetër, aty një mashtrim tjetër. I xhiron po të them. Kështu i ke femrat sot. Ato që bën këtë gjë janë ato kategoria narcistëve që po. Pse ato ke narcizmi hyrë? Po. Ata që bëjnë këtë? Ato femra që janë ato, domethënë ato kategori aty që i mbajnë 4-5 njëkohësisht. Që po nuk pata këtë, kam atë tjetrin. Po nuk pata këtë, është ai tjetri. Se narcist quhesh. Një telefonat, po që domethënë janë në shërbimin e kësajt. Po te meshkujt, cila kategori narcizmit mund të jetë për shembull, përderisa the që mos i ngeli atri. Tani ka dhe meshkuj narcist. Po ç'a kategoria? Si ç'a bëjnë meshkujt domethënë për qenë. Edhe këto abuzojnë me femrat edhe këto. Domethënë mbajnë edhe këto një 4-5. Tjera premtime i thot asaj të dush shumë ty. Po narcisti është më çdo ajo. Sepse ti po e mashtron që ti shërbesh një diçka e tëndes. Edhe po e përdor atë. Si po e përdor? Me anë të manipulimit. I shet fjalë bukura, premtime, gjëra, i bën ai dhurat atje. Pastaj thot, "Ua, po pse s'më mori mua kësa radhë për Shën Valentin?" Po s'të mori ty, sepse këtë herë kishte radhën tjetër që ka mashtruar para jave. E kishte radhën Suarda. Pastaj kishte Suela. Pastaj ke ti. Ti mos u mërzit. Po të erdhi domethënë gjithmonë. Po. Edhe pastaj këto mërziten. Edhe thot, "Po pse s'më mori, pse s'ashtu, po vëllai se ka rresht ai atje." Në zori vetëm me ty. Ti desha atë që kishte lek atje, që mendoje se do të shërbente atyre qefeve, dëshirave të tua, do të realizonte. Po përse s'është shkollaj. Ai që nuk mbahet për besnikëri. Ai që thot unë mund të bëj gjithçka. Edhe do qëndroj me një person. Nuk do jetë monogam, do jetë poligam. Edhe kalojnë vitet pastaj dhe thon pastaj, shive si kaluan vitet pa kuptuar dhe neve s'bëm asnjë gjë, në një vrim u i bën. Po ajo është kështu është kur zgjidhat të botën narciste të Instagramit edhe të më ketë ai tjetri mua si princesh. Uluni, kam tokë. Se s'është bota aq vaj. Ka pa fund vajza që të ri një me lek tani të përqendrohet tek një person, te një vajzë. Nuk e bën, nuk ka nga ato lule. Ka domethënë, po jo janë tmerrsisht rradha. Si nga meshkujt dhe nga femrat. Çfarë tjetër ka narcisti? Vetëm një lloj kategorie njerëzish i bë derma narcistëve. Domethënë këta janë killerat e narcistëve. Kush janë ata? Janë ata kategoria atyre njerëzve që quhen empatik. Empatik. E kundërta e narcizmit. Po, këto janë ilaçi i narcistëve.
Domethënë këta janë tipat që japin dajak atyreve. Do të tani të analizojmë pak kështu me dy fjalë çfarë është empatiku, njeriu empatik. Është ai njeri që është i ndjeshëm, po nuk abuzon me ndjenjat e tjetrit. Domethënë empatiku është ai që vendos veten e tij në pozitën e atij tjetrit. Domethënë janë ata që janë njerëz të thellë këta realisht, janë të ndjeshëm, janë dhe të thellë njëkohësisht. Të e ndjejnë hallin tënd. Bashkohen me problemin që ke. Edhe të ndihmojnë biles. Kanë karakter të fortë, janë të butë, të falin, përpiqen të të korrigjojnë, janë njerëz të interesuar për tjetrin. Po duke qenë të ndjeshëm, janë në një fazë që arrin dhe i skanojnë të tjerët. Një lëvizje të gabuar po të bësh, ai empatiku e kap, e lexon direkte. Do me thënë, këto narcisët, sado aktor t'jen, sado maska të ndryshojnë, empatiku është i vetmi kategori njerëzish, ka plot kategori, po këta që hynë të kategoria empatikëve, janë ata që i lexojnë këta, që kanë narcizëm. Do me thënë, tek ata nuk kalon dot aktrimi. Të të fusë ty në lojë, të të manipuloj. Nuk e bëjnë dot me një njeri që është empatik. Ja lexon alla. Edhe pavarësisht se ja lexon ato shkelet që bën, prapë fal, prapë duron, duke ecur me atë me shpresën se mos ndryshon, s'po ja vën në dukje, se ndoshta e kupton vetë në heshtje. Kupton? Duron empatiku. Analizon, peshon, nuk nxitohet. Është më me këmbë tok. Është i qartë, di ç'a bën. Pavarësisht se ka atë pushtetin për t'i bërë dëm atij tjetrit, e ka atë fuqi, po kur nuk i bën dëm tjetrit. Madje përkundrazi, duke patur atë botë pasur ndjenjesh edhe intelektuale, përkundrazi do që ta ndihmoj atë tjetrin. Edhe këta narcisët do që t'i ndihmoj. Edhe do. Po. Po narcisët vetë si natyra nuk ndihmojnë asnjë? Nuk bëhet fjalë. S'bëhet fjalë. E di si janë ata, a keni vdekë të gjithë throjuna? Ekstrem, ë? Po të them është kategori e frikshme fare, valla. Është gjendja më fenomenale. Po në Shqipëri sa vite bën që ka zënë vend narcizmi? Kjo erdhi ka qenë me doza shumë ekstremisht të vogla këtu në Shqipëri, po pastaj që nga 90-ta që më thënë që ndodhi kjo rënja e ndryshimi i sistemive, aty pastaj që erdhi fryma perëndimore dhe na erdhi dhe na pllakosin e këtu, aty pastaj filloi të na futeshin i det e gabuara neve pastaj këtu. Se atë gjendje njeriu e ushqen. Nuk është ashtu lind. Nuk lind njeriu ashtu valla. Është pa mundur. Këto me kalimin e kohës pastaj nga ato ide të gabuara që fusin në kokë, transformohen. E groposin atë natyrën origjinale të tyre, e groposin fare, zërin e ndërgjegjes, edhe ndërtojnë një karakter tjetër, një artificial. Edhe thot, kështu jam una, kështu duhet jem, kështu duhet mendoj, kështu duhet veproj, gjithë duhet jenë shërbimin tim. Vajzat e mbajnë veten për princesha, që janë narciste, kurse meshkujt narciste mbajnë veten për mbretër. Kupton, shkojnë shumë lart alla. Aty, hajde pastaj merru veshtin me ata, hajde sqaroj ti thoshat, edhe problemi është se po ti këshillosh, ti thosh se këtu po e ke prish, këtu e ke shkel. Bëhen keq e burr. Edhe përpjet edhe don ta sjellim pastaj bisedën që si që ti e kishe gabim që mua më akuzove dhe unë në këtë rast jam viktima. Viktimizohen. Direkt e viktimizohen. Njeriu që është narcis direkt e viktimizohet. Nga momenti që ti e ke zbuluar, e ke hequr atë maskën, atë performancën e aktrimit, aty sapo e shikon këtë gjë, aty e ka paniku. U zbulova. Më kuptoi dikush. Edhe kur i largoj dikush këtyreve njerëzve që janë narcist, atyreve nuk i dhëmb që u largu prania jote. I dhëmb vetëm fakti që humbi kontrollin ndaj teje. Po. Miku një. Se fitoj më shumë. Po, pse se mbajta më shumë që ta kisha ushtarin tim, të shërbente nevojat e mia, për këtë mërzitin që humbën kontrollin. Imagjino ku janë. Edhe shans për shërim nuk ka sepse nuk e pranojnë që janë gabim.
Se pranojnë. Jam në rregull, çdo gjë kam bërë perfekte, çdo gjë është e përsosur nga atë që bëj unë dhe kaq. Më thotë si mund të çoroj një tillë, kur nuk pranon që është në faj ose gabim. Ata e mbajnë vetëm për të pagabueshëm. Po vetëm kjo është gjendje e smur më vete. Një njerëz i thotë vetes se unë zgaboj. Ata ashtu thonë. Cilat janë moshat që i prek më shumë ti? Ti pak më lart the që i kap gjitha grup moshat, por mosha më e prekur le të themi. Si mesatare. Të rinjt, të vjetrit, moshë mesme. Shiko, damat e më shumë kap femra se sa meshkujt, por për moshat. Të rinjt janë më të prirur se i mungon dhe eksperienca e jetës. Dhe bien më kollaj në këtë kurth. Edhe me të mëdhenj të ndodh kjo gjë, por ka një lloj frenimi deri diku, sepse kanë kaluar dhe ca gjëra të tjera në jetë. Kurse i riu e humbet direkt jepet, bie. Nuk i ka thyer turin, domethënë që të fillojë pastaj të zëj mendet, kuptoj të nxjerrë disa konkluzione për jetën. Prandaj këta lëshon alla bien kështu, rënje e lirë quhet me këta të rinjt. Bien më kollaj. Bona i pyetje të famshme tani nga të tujat. Jo, kam ngel aty ke lumi. Kështu. Si ka mundësi, ndërkohë që ajo ka nis para shumë vitesh që the, dhe vet ai përfundimin e mori që ran lumi dhe e mori lumi dhe ndroi jetë aty. Unë byt për bukurisë vet ai, u mahnit nga vetja ai. Kështu janë edhe këta. Po, e shohim përfundimin, si ka mundësi që shkojmë, si shpëthua ti që ka shoqëri të ndryshme por edhe në Shqipëri, ke njerëz që vrapojnë te kjo gjë. Po, e përqafojnë kollaj. Narcistë, që e përqafojnë domethënë. Po, shiko, ky fenomeni i narcismit është ajo që të ledhaton egon. Është edhe fshetë, është vjen i fshetë, domethënë narcismi. Sigurisht që është fshetë ajo. Është i fshetë. Vjen shumë holl. Vështirë se dallohet. Edhe pa pritur, pa kuptuar, mbas disa kohësh ka pushtuar. Doli me rim kjo? Ja, pra. Filloi u tregu që narcist, dhe Aleksi tani doli me ring, i pëlqeu vetë. Po, ma kapi vesh, jo prandaj se kam vesh me lavdi. Doli kështu pa pritur. Doli me ring. Filloi tani, mi pëlqeu vetë. Ai u bë rim tjetër tani. Ai u mbyt nga bukuria vet, edhe të mbytur janë edhe këta njerëzit që kanë përqafuar këtë lloj fenomeni. Unë thotë vëlla. Po ti i mbytur nga momenti që the unë. Se në këtë botë nuk je vetëm ti. Qëndrimi i shëndosh është jemi të thuash ne edhe. Ne. Ma thotë unë. Ora Alex, për shembull, një njerëz që po e dëgjon këtë bisedë tu që po flasim. Ndoshta do të ruhet nga kjo, dhe thotë ora s'kam dëgjuar një herë për narcizmin, thjesht narciste, të shenjat që po flasim ne që po mundohemi ta zbërthejmë gjithë këtë temë. Thotë e pasëm po mbëlqej kjo gjëja, si të ruhem. Pastaj, se ndoshta edhe ai kur e mendon, kur e dëgjon, thotë kam edhe unë në rrethin tim, shoh njerëz të tillë. Por thotë çdo kush pastaj e bën hesapin me vete, bën llogarit me vete, thotë mos jem edhe unë një i tillë, si rasti konkret, për shembull, si rasti dikush që është narcist. Por thotë, dua ta luftoj veten time që mos bëj gabime. Do mos shkoj edhe unë drejt kësaj rruge. Që mos bie në këtë kurth. Si ta parandaloj? Si ta parandaloj se të ruhet, le të themi. Si të marrë masat. Si të ruhet. Duhet të dali nga rrethi që quhet unë, edhe të futet në rrethin që quhet ne. Nga momenti që fillon ai të interesohet dhe për atë tjetrin, aty sapo ka thyer rrethin ciklin e unë. Aty sapo ka shmangur rrugtimin drejt kurthit të madh që quhet narcizëm pastaj. Që del nga uni e futet te neja. Këtu e dallon domethënë që ai kush është dhe kush nuk është. Kush mendon vetëm për veten e vet, ai është brenda. Edhe vështirë se ta kuptoj që të dali. Kurse ai që ndihmon dhe tjetrin, ai s'ka lidhje fare me narcizmin. Thomi ndoshta ti ku e dini që po mendon vetëm për veten e vet ai. Ndoshta ti e lexon ashtu, e lexon të tillë, për shembull, marrim ndonjë rast. Po shikon në vepra, të tregon koha afatgjate, nuk ose e nxjerr konkluzionin brenda 1, 2 ose 1 jave. Dite. Ai kupton me kalimin e kohës
si afrohet, si të qëndron kur I shkon pranë, çfarë të thot, ku e çon bisedën. Janë gjëra që dallojnë këto burr kur vjen kontakt me dikë. Ndryshe ke ndjesinë e një person që interesohet me sinqeritet dhe është transparent ndaj teje, dhe ndryshe ke ndjesinë kur është një person që e ke këtu si tip fazani atje, ego e të skajshme. E dallon ndjenën e njeriu atë brenda vetes vet, kë ka përpara. Se të gjithë jemi përçojmë energji, çdo njeri përçon energji, atë botën e brendshme që ka është fuqi ajo. Ndikon tek ai tjetri që ti po I flet. Ka raste domethënë që ti ndahesh me dikë në mënyrë të paqët, ndihesh bukur, mirë, qetë, paqshëm. Ka raste pasaj që ndihesh I irrituar, I konfuzuar, jo I qartë, I trazuar. Është pikërisht ajo energjia që të ka transmetuar për sa kohë që ndrut bashkë në ato momente. Në një kafe, në një bisedë, në një zyrë ku dëgjon. Edhe aty u kupton. E ndjen o burr. Janë ato sensorët që ka çdo njeri, që e dallon me ka të bëjë me atë që ka përpara. Edhe fatkeqësisht shumica janë hyrë te kjo pjesa e narcizmit. Në masë? Pjesa më e madhe. Në botë, Po. Përqindje më lërë, sa përqind mund të jetë që mund të jetë narcist? Jo, e frikshme, çfarë po na thush? Po tani të them 70. Apo thash pak. Është pak 70 prapë? Po, shiko, po të them, ka zënë vend në njerëzit për masa të frikshme. Ky fenomen. Ky duhet trajtohet të burr. Me këto gjëra duhet merr njerëzit që si të dalin nga kjo lloj bot falso. Se ai njeriu narcis ka ndërtuar një bot falso. Botë rreme. Imagjino këto kur janë vetëm, këto nuk e durojnë vetmin. Aty bën keq fare më valla. Armiku I tyre është vetmia. Edhe njerëzit empatik që ja zbulojnë, që ja çelin maskën. Këta po ishin vetëm, këta bëjnë keq, smuren. Nuk kanë ku të marrin vëmendje. Duan dozën valla, si ajo lopa që e mielin, dhe këta takojnë me njerëz që I mielin energjinë. Kur janë vetëm, ndodh pasqyrimi I vetes tyre, se përballen me mendimet. Ato kanë mendime valla. Këta janë tipa që mendojnë shumë, kështu dhe holl. Janë kështu overthinkers. Mbi mendimtar, mendojnë shumë. Edhe kur janë vetëm, detyrimisht ato do përballen me veten e tyre dhe me mendimet e tyre. Mendimet e tyre janë frika, pasiguria e vetes, janë bosh, normal që janë pasigurt, se këta s'kan karakter. Këta kanë një karakter artificial. Disa karaktere artificiale, jo vetëm një. Që ta thash, që përshtatet sipas rastit janë tip kameleon ashta. Nuk kanë një vete origjinale. Nuk janë vetvetja, asnjëherë. Bëjnë atë që bën shumica për shembull. Nuk bëjnë asnjëherë atë që mendojnë se kjo është më e mira për të bërë. Kopjojnë të tjerët. Kupton? Ndihen të mbytur, sikur s'kan oksigjen, dhe oksigjeni I tyre është vëmendje, apo nuk morën vëmendje, mbyten, aty ndihen siklet, pse s'po marrë vëmendje, diçka nuk shkon me mua, diçka duhet ndryshon në jetën time, I ka paniku. Kupton, këto janë vazhdimisht në një tension. Nuk janë të qetë. Edhe kur I flet me ata, mund të ruajnë një qetësi sipërfaqësore, por realisht janë të trazuar nga brenda. Se din ato të aktrojnë, ato kur janë në kontakt me njerëz, din të aktrojnë. Se si të përshtaten që të duken kështu njerëz me parime, me rregulla kështu, I bëjnë atë gjë ata. Po të thash, momenti që do jenë vetëm aty, dhe prandaj këta kujdesen që mos jenë asnjëherë. Që mos jenë asnjëherë vetëm, domethënë agjendën e ditës së tyre ta kenë plot, ta kenë sa më full. Dhe prandaj kujdesen që të krijojnë sa më shumë njohje. Edhe ti kenë ashtu si ushtar rezerv. E kupton, domethënë, ato janë të pandijshëm komplet. Ju do më shërbeni mua. Thot vajza se është çike e bukur, ajo ku dëgjoj unë dhe e përdor këtë gjë. Kurse ai tjetri, ju do më shërbeni mua sepse un jam kaq që kam lekë dhe kam diçka që se ka një pjesë e madhe. A ndahet me nivele kjo narcizmi? Po sigurisht ka nivele edhe kjo. Sa nivele ka? Me kategori le theme, ai që është më në maj, ai që është pak më poshtë, ai që ka një dozë më të tre janë gjithmonë, kudo tre janë nivelet për herë. Është niveli fillestar,
që është momenti, është ajo periudha që janë duke ushqyer ato mendimet e gabuara. Pastaj është niveli i mesëm që kanë filluar t'i vënë në zbatim ato një pjesë atyre ideve të gabuara. Pastaj është niveli i tretë dhe i fundit që ti e humbet vetveten aty dhe ke ndërtuar një njeri që është kushdo përveç vetes tënde. Aty ti vepron në pilot automatik. Siç e vendosur pilotën automatik, ai piloti aty i avionit aty se çfarë shtypi buton aty dhe shkon vetë timoni. Edhe ata ashtu shkojnë më. Do të thënë ata nuk ndjejnë më, nuk kanë më synim, nuk kanë më qëllim për jetën e tyre personale. Qëllimi i tyre i vetëm është më shikoni ju mua. Që ku kanë arritur valla? Po pse tjetër ka taksirat merret me ty valla, ka punë, ka jetën e vet. Jo, shiko, mos e shiko të jetën tënde, merro me mua valla. E kanë të nevojshme, kanë drogën e tyre, burr, ju duhet merreni me mua. Duhet gjithçka duhet rrotullohet rreth meje. Aty pastaj ky është niveli i frikshëm i treti. E më thuj tani ti mu, a mund të shëroj njerëz të tillë? Aq më tepër që se pranon që është i smur. Po kjo është ajo, a mund të shërohet apo jo? Ky është shërimi, pra çështja ta pranojmë. Se po filloj ta pranoj, aty kam përshtypjen që mund të marrë hapa pas për ndryshuar, le të themi, këto njolla në karakterin e tij. Pranimi i një fajit apo një gabimi është nder për njeriu. Të pranosh fajin të bën të përulur si njeri. Por këto se kam përullësim, pra. Po këto i karakterizon krenaria të iskajshme. I njeri e ti si mund të thot më fal, për shembull, ose ti thot vetes më fal, burr. Se po nuk i tha vetes, s'ka për t'ia thënë as tjetrit. Ku nuk e pranon të vetja vet, që është komplet në një gjendje që vetëm me ty s'ka lidhje. Je gjithçka tjetër përveç vetes tënde. Ku si do e pranoj atë që është gabim? Atëherë si ekziston shansi që ai të korrigjohet. S'bëhet fjalë alla. Këta ashtu kanë për ta çuar jetën e tyre deri në fund. Lavdi Zotit që ekziston dhe mosha e tretë, se janë disa që thonë që do pleq kot janë rëndojnë në dheut, si ke para si gjë. Jo më janë për këtë arsye. Ke kaluar ti moshën e parë, moshën e dytë, pastaj arrin te mosha e tretë, aty supozohet se është mosha e reflektimit. Aty ku mbyllet dita edhe vjen nata. Po kalon nga krahu tjetër avash avash. Edhe të jep Zoti kohë që të reflektosh. Çka ke bërë gjatë gjithë jetës? Se mos atje ti përmendesh e kthjellohesh. Sepse ty të bien fuqit aty, nuk i kem ato mundësitë që të bëje kur ishe i ri, që vrapoje shkoje ku doje. Edhe ti reflekton me veten tënde. Prandaj ekziston mosha e tretë, se ti mos ke kuptuar gabimet e rinisë. Pra, është një mundësi, le të themi, që në moshën e tretë njeriu mund të heqë këtë narcizmin. Aty vetëm ekziston ajo mundësia. Vetëm aty. Që të kuptoj çka kam bërë. Zgjedhjet e mia kanë qenë gabuara. Kam abuzuar me njerëzit. S'kam ofruar asnjëherë dashuri, vetëm kam dashur të merrja, po unë asnjë gjë nuk jepja. Pa reflekton. Aty ekziston një shkëndi që mund t'i sjellë atë ndryshimin më mbrapa. Po gjithmonë nëse fillon të pranoj. Po nuk pranove, ke krypun. Aty marrove pastaj. Po të kishte pranuar Adami dhe Eva që bërën faj, që shkelët një porosit vetëm me kishin, po të kishin pranuar atë gabim ata, s'do kishte ardhur ajo fatkeqësia që erdhi pastaj që e dim në histori. Që fillon pastaj hallet e njerëzve. Që do të nxjerrësh ushqim me djersën e ballit, i tha, se deri tani i kishte çdo gjë gati. Edhe gruaja do lindi me dhimbje dhe me këto erdhën pafund qija. Vetëm se nuk pranoi fajin. Po e bëra, më fal. Këtë duhet bëj edhe edhe ato një farë lloj narcizmi ishin dhe ata që nuk po e pranonin fajin, çifti i parë. Se nuk e pranonin fajin. Ja ishin njëri tjetrit fajin. Bësh me gisht, asnjëherë se ai e thot. Ai, ata. Jo unë kur. Çfarë folën burgjën një smur komplet po të them. Gjëja më e bukur të thot njeriu më fal, se kishim edhe emisioni kaluar këto njerëz mësonin thonë më fal. Do shmangin shumë të këqija,
do zbutet e liga direkte me këtë fjalën, se është fjalë hyjnore. Po mirë, kam përshtypjen që edhe vetë atij personi që e përdor këtë fjalë, ndoshta zoti do të duket sikur s'po i bën mirë, por do e shoh edhe vetë tek vetja vetë që do i bëj mirë vetes. Po thotë më fal, do i që do lloj ngarkese. Po pra, normal ka për ta një Më ngarkesë. tjetër, por edhe vetes ti do të jesh më i mirë dhe më i qetë. Po. Domethënë njeriu duhet të ketë lidhje të shëndoshme Jo, më thon fal për çdo gjë, se bëhet boz pastaj ikën edhe ajo lezeti e asaj fjalës. Po më fal 1-2 euro, më fal. Po jep. Po kalon ekstrem me ullet e vlerë, kupton? Çdo gjë, edhe kjo akoma që është fjalë hyjnore, po kalon ekstrem, pastaj kalon në hipokrizi pastaj. E bën kot sa për sy e faqe pastaj. Po the për gjëra normale, burr, kur është për të pranuar një faj, një gabim, thoni më fal valla. Thoni më fal. Edhe mirë theq pari, në radhë parë do ndihet vetë njeriu për brenda tij i lehtësuar nga momenti që do e thotë atë fjalë. Dhe do e zbusit atë tjetrin, do i japi një shembull të mirë. Po tregoj për ulësi kjo valla. Se nisim kishte thënë një tani brenda këtu rrethit familjar. Neve simi mësuar të themi më fal. Çive ç'a thama? Po çaj mësuar thoni? Burri, po kështu. Jemi nga tani unë, ç'a duhemi ti të kërkon falje? U friksova për hesap të atij personi që e tha, neve nuk kemi mësuar të themi fal. Po çaj mësuar të thoni? Po mirë, me atë që më thedi që ka shpërqindje shumë e madhe, domethënë, të grupuar tek narcizmi. Kjo është në lënë në shkollë, në deg, domethënë që shkon e mëson. Në fakt ashtu është kjo. Vetëm se nuk e kaluar në lëndë zyrtare arsimore kështu. Po ashtu është ajo. Mësim është ajo. E di sistemi se si ta kaloj këtë gjë. Për ata njerëz si ka kaluar për shembull. Po kjo është kategori më vete. Siç janë për shembull, shive. Tani kthehemi te pisk system. Ta e që donin të fakt. Mor molli çik për dalë, çik të përnë nga trova valla pisk system. Po pra se kemi të dyja tani, jemi çik ne, çik ne. Shiko tani, siç e kemi përmendur në disa emisione më përpara, sistemi ka disa granazhe. Ti do të merresh me politikë, je ai që do të gjëmosh ata atje, budallën që mashtrojnë njerëzit, të jep politika ai ti. Do këta që gjëmojnë topin, të jep futboll ty ai. E fanatizohesh ti këtu, atje. Ka dhe këta tipat që e mbajnë veten me të madhe, e mbajnë veten sikur janë lart. Edhe për këta ofron jep këtë gjë këtu. Si e bën? E bën me anë të internetit, me anë të telefonave kur futesh ti në për këto adresa, atje po Instagram apo Snapchat, TikTok-et se na duken si të pafashme, ne shtym kohën me ato. Po ato na fusin ideneve. Këtë s'kuptojmë neve. Edhe filtri është zero, filtrimi është zero, se kuptojmë që ato nuk janë kot aty për të targetuar ty. Ka arsye. Ato po të edukojnë ty. Ti po formon karakter në ato momente. Po zhbën atë që je, edhe po bësh diçka që si je. Edhe pa e kuptuar ke formuar një karakter që s'ka lidhje fare me ty. Aty marrin ide këto, siç fillojnë këto zoj, se prandaj thash ajo mosha e re është më e prirur të bie te kjo gjë. Hapin atë telefonin aty, bën atë scrolling atje ato, dhe për çdo scrolling që bëjnë, fap një mendim këtu, formohet ajo, bëhet ortek, pa si zmadhohet ajo, pa kuptuar. Imagjinoj që ka lok pjesë më të madhe ditës në telefon. Po ti shikoj vëlla, ku duhet që ti jesh, në autobus ti jesh, në lokal ti jesh, në rrugë, çik të semaforin ndalosh, nuk rin të reflektoj ajo tjetra, po do nxjerrë çik telefonin direkte. Jam duke pritur unë që ndizet jeshilja, do ri çik të telefonin. Po lër atë mu telefonin vëlla, përqendrohu çik të punoj truri vetë burr. Jo të marrësh vazhdimisht çatullin ata atje. Këto jemi koshient që jemi këtu tani neve për herë. Ke shoqëri 4 veta me i tavolinë atje, nuk diskutojmë me njëri tjetrin, nuk kanë çfarë thonë më. Edhe i ke aty, sepse janë bosh. Nuk prodhon më truri. Diçka. E ka bosh sistemi këtë. Edhe kështu i bën dhe këto që të kalosh në nivele narcizmi pastaj. Që lidhet ngushme me narcizmi, materializmi janë dy motrat. Këto shkojnë gjithmonë bashk. Edhe kështu i ke, edhe merr ato ideta ajo atje. Pap, shove këtu, kush do më moncoj më këtë që të jem dhe unë si kjo modelja këtu? Pap, shkon atje pastaj, ndorton planin pastaj. Do shkoj të formoj trupin në palestër, të lej lesht atje që të dalë çik rumbullake. I bën përshtypje atij tjetrit atje.
ky e merr se e do për gjërat e natës, për nevojat biologjike, ajo mendon se po e përdor ky atë sepse ky nga që është e bukur kjo, do manitet ai dhe do japi lek pafund për këtë këtu që t'jetojë ëndrrën e princeshësh ajo. Të dy përdorin njëri tjetrin pastaj. Kupton? Edhe shfaqen se ku kanë dashuri pastaj në atje jashtë. Shikon, jam e lidhur, jam e suksesshme, jemi në gjendje të mirë financiare. Ndërkohë që s'ka lidhje fare. Ai e shfrytëzon këtë, ajo shfrytëzon atë. Të dy kanë boshtin e narcizmit. Të dy. Sepse narcisti është njëri shfrytëzues, oportunist. Është gjak ftohtë burr. Po nuk fitova unë diçka prej teje, kryesisht materie, nuk të qas fare, nuk të diskutoj. Domethënë, edhe nëse të ka për një farë kohe dhe ka ato përfitimet e veta nga momenti që ti nuk do kesh më çfarë t'i ofrosh, nuk bën hezitimin më të vogël për të flakur në sekond. Edhe ti fshi ti formatoj të gjitha ato që ti ke bërë për atë. Mund të ka sakrifikuar pafund nga vetja jote për ta bërë atë që të kënaqet. Ti kalon direkt në zero. Si kalon ai hekri atje që drejton atë ashtu i rrafshon dhe ato të gjitha që ke bërë për atë. Janë gjak ftohtë komplet po them, janë. Prandaj kjo vërtet nuk përket në një lëndë arsimore, por është lëndë arsimore, jo zyrtare shkollore. Siç është edhe vetë natyra e narcistit. Po, kështu e kalojnë në fshetësi dhe këtë domethënë punojnë ato e lançojnë ato të keqen dhe ti kalon vetë subkonsciencë. Ti mendon se do ishte mirë për shembull në sistemet arsimore, nëpër shkolla në arsim, domethënë të ishte një lëndë që të fliste tu shpjegonte narcizmin. Jo që tu ishte shumë më mirë. Edukuese le them, pra. Si këmban alarmi për të rinjt sot, përderisa është grup moshe që ti the që është më e prekura. Po. Sigur flitej, çfarë do të thotë, të bësh më shumë aktivitete më që më parë, kur ishim vegjël, bëshim edhe aktivitete vullnetare, që shkoshim për shembull për të heqë të gjitha ato, domethënë edhe ai që ishte djali i një pasaniku, djali i drejtorit, djali. Po ishin barabartë aty. Ishin barabartë, shkonim domethënë mbledhnim plera në parqe, lulishte, bregdete, në kodra. Edhe kohën e komunizmit ishte kjo. E kishte mirë Xhaxhi këtë pjesë. Sot s'ka. Ç'a bën ai se e dinte këtë gjë ai? Sepse Xhaxhi vërtet kishte ca kishte. Po mirë, Xhaxhi ishte një narcist vet, po. Po ishte narcist vet ai. Ekstrem më i lartë. Po e narcizmit. E dinte ai, shiko, vërtet ishte narcist, por ishte edhe i zgjuar dhe disa gjëra i bënte mirë ai. Për shembull, e dinte shumë mirë efektin në kolektiv. Po. Edhe ç'a bënte ai tani? I merrte, siç the tani ti, dhe shkoshin nëpër marshime dhe bëshin aktivitete. Po. E din shumë mirë anën se si ndikon në psikologjinë e njerëzve kur një grup bashkëpunon. Aty krijohet një lidhje. Unë kam nevojë për ty, ti ke nevojë për mua, sepse me këtë bashkëpunim që bëm, shife patëm këtë rezultat. Po. Edhe ai ja ushqente këtë gjë. Ideja e frymës, bashkimit. Kurse sot po fiks. Edhe sot do të kundërta. Të përçarë. Tani kemi kaluar në një gjendje pastër individuale. Indiferentizëm. Pastër për veten time. Edhe shumta dhe familjen time që është extension, është vazhdimi im deri aty. Unë dhe familja ime. Se ç'a bëhet nga dera e shtëpisë time e tutje s'më intereson fare. Kjo është gjendja e narcizmit. Edhe kjo, ëh? Po. Ajo indiferentizmit. Ka shumë brenda pakoja që quhet narcizëm, ka shumë gjëra brenda. Materializmin, indiferentizmin, gjithë zezët. Abuzimin me ndjenjat e të tjerëve. Edhe kështu, të shtrydh këta tipat, ose këto tipesha zakonisht, edhe të flakin. Po kjo që theti tani, tipeshat zakonisht, domethënë, a është një le të themi dozë narcizizmi? Po femrat e kanë më të prirur të bijnë në këtë kurth. Po pse do ta theksosh? Po ku dëgjon, po tani historia kështu ka treguar valla. Më kërkoj falje. Janë më të prirura të bëjnë shumë budalliqe se të bëjnë. Kërkoj falje të shiju se the për ashtu. Kërkoj falje për hir të. Ka dhe femra të mira. Okej. Me rregullojtën. Që jo në fakt doja ta thoj edhe këtë pjesë. Si prapë
Po kërkoj falje tani e mbyllim të mohabet mos. Jo, as kërkoj falje fare. Që E keni shkel. Orej, kërkoj falje për tash si a do e marrim me kalame të mirë nga brenda. Që ti kërkoj falje që Po, që të vazhdojnë, më shkeli syrin. Që të vazhdojnë ta shkelin pastaj që të ndihen rehate? Ja, shefa, ma dha përgjigje shpar, do nuk ka më të mirë gjë, ka me karbaç, nuk ka rrugë tjetër. Ora smundje valla, është kancer, Jo, do operacion, do të dhembi. E kisha për këtë si ndoli direkt e Xhaxhi më burr tani ndoli me këtë politikë të Xhaxhit, domethënë po këto aktivitete të gjërat pra për të zhvesh deri diku pra për të qenë bashkuar e këto, domethënë mungesa e kësaj a ka ndikuar që sot rritet doza e njerëzve që janë kthyer narcisist? Po patjetër burr. Direkte. Kaloj një frymë e re. Në erdhi nga perëndimi ajo frymë. Se disa mburren me perëndimin. Po erdhi shumë fuqishëm burr, shumë shpejt dhe shumë fuqishëm. Ndryshimi ndodhi brenda 20 viteve, 30 viteve. Më thonë, ka ndryshuar mentaliteti komplet. Aty ku ishim të dashur, të mirë, të sinqert, e më dikur kena qenë më të varfër, po kena qenë më të ngrohtë, më të afërt me njëri tjetrin, më të dashur, më të sinqert. Që s'kishim. Tani kemi nga të gjitha dhe jemi të ftohtë. Secili mendon për bytën e vet. Edhe e përsëris dhe këtë prap, sot jemi 8.34 miliard njerëzim sot. Nuk i vrau aq shumë pandemia, se deshim me vrau më shumë me vaksinata. Po i rujti Zoti. Edhe jemi 8.4 miliard sot. Edhe ç'a ndodh tani? Në gjithë historinë s'ka pasur kaq shumë njerëz popullsi ky planet. Po. Në asnjë moment domethënë. Dhe në të njëjtën kohë sot vetmia është prezent tek njerëzit më shumë se kurdo herë tjetër. Jemi shumë, por jemi pak. Do të thonë jemi edhe shumë. Atë më shpjegoj tani ti më këtë. Si ndodh kjo? Tani jemi më shumë e ndihemi më vetëm. Atëherë ishim më pak e ndiheshim më bashkë. Më shumë. Si ka mundsi? Ju mos e Edhe dia që sot ka arritur ekstremin, ignoranca më e madhe. Shumë që sot një buton paradoksale gjitha. Po valla. Pse do të thosh ti? Se ka ardhur një frymë e keqe më burr. Mos është edhe kjo narcisizm, mos është edhe agent? Patjetër që çdo gjë është agent, Altin. Çdo gjë është me program. Nuk ndodh asgjë rastësisht. Po, pse duhet edhe pa besueshme kur ne ose ti, unë që flasim të temat kështu kur na dëgjon dikush, domethënë që është mbrëmësi të këtyre temave, edhe kur themi për çfarë do të gjë, themi që është agent. Por agent është sigurisht zhbëm pak si gjë. Po ç'ti bëjmë ne valla? Komandohet bota nga njerëz të smur. Ç'ti bëjmë ne tani? Edhe këtë domethënë e kanë po ata. Po është një vegël të gjithë psikologjike vinë nga këta domethënë. Psikologjike, mendore është kjo fenomeni i narcizmit që zënë vend në një kategori njerëzish. Kjo zënë vend këtu, kjo zënë vend kanë lloj kështu ato metodash, armësh, si ta them unë, mjetesh për çdo kategori njerëzish. Për këta që kanë kaluar në fenomenin e narcizmit, kanë këtë që të ushqejnë ty pa e kuptuar, me ide superioriteti, me ide prej princi princeshe, sikur ti je dhe s'ka tjetër, e bëj edhe këtë gjë. Për ata tipa që janë se këta janë mendjeletët që kanë këtë narcizmin. Po. Që bien në këtë kurth. Kupton? Që të mendoj që unë jam qendra dhe s'ka tjetër. Aty pastaj kush e do një njeri krenar? Të gjithë e spostojnë, të gjithë e largojnë. Kurse një njeri të përulur e kanë qef ta kenë në shoqëri aty të flasin, të diskutojnë, se din që s'ta ka me të futme. Nuk ka thurë në i plan që të abuzoj, të shfrytëzoj. Kurse njeri unë krenar, të gjithë e largojnë. Vetëm po patën në një interes, edhe hajtë me po e durojnë. Por vetëm kategoria e njerëzve empatik janë ata që i zbulojnë narcistët. A mund të jetë njëri edhe empatik edhe narcist? Qive, ku e bërë këtë pyetjen, edhe po e mendoja rrugës se mund të jenë të dyja këto bashkë, mund të bashkëjetojnë të dyja këto bashkë. Amar për se ti më them unë bëj këtë pyetje ndeshim. Edhe e bëri këtë pyetje më valla. Çfarë do të bëj? Sa po e mbyll Aleksi. Ja hapa tem tjetër prapë. Njeriu empatik nuk është i pa rrezikuar të bjerë dhe ai në këtë. Edhe njeriu që është empatik,
që i ka gjithë ato vlerat, ka ndjeshmërinë, të kuptone, të skanone, të peshone, që ka këto, edhe ai rrezikon, kushdo rrezikon të kalojnë atë fazë, kushdo. Të gjithë janë të thirrur të kalojnë në krenari, të gjithë janë të thirrur të bëjnë egoista. Po mirë, empatiku është më ndryshe. Kush është diferenca midis tyre dyve, midis empatikut dhe narcistit? Empatiku ka karakter, Po? kurse narcisi është artificial. Artificial. Empatiku është transparent. Artificiali Narcisti. Narcisti është i sajuar. Ky ecën drejt, ky bën manuvra. Ky ta thot drejt, kurse ky ka plan. Kupton? Vetëm se ky empatiku direkt ja kupton çdo lëvizje që bën ky tjetri. Po e lën. Narcisi për shembull si mund të ruhet nga empatiku? Një narcist e ka çik vështirë atë. e ka të vështirë. Narcisi të ruhet, ë? I shmang, njerëzit empatik i shmang narcisti. Se janë të vetmit që e kuptojnë. Do thoshe dikush tani që po na dëgjon, cilë shenjë horoskopi janë më shumë narcist? Ska Nuk ka lidhje me këtë. ka çfarë, mos u merrni me horoskop. Aha. Oros, një nga pseudo perëndit e Do ta kemi temë Egjiptit. tjetër, do ta kemi temë tjetër edhe për këtë dozën, se edhe kjo është kthy, siç është ky virusi, kjo smundja, ky kanceri i narcizmit, është edhe horoskopi. Ka shumë njerëz që u lidhen para televizorit, para telefonit, nuk dalin dot nga shtëpia, kena diskutuar 2-3 herë këtë. Po merri pafund. Me pak Edhe kjo, si gjithë të tjerat, është një nga granazhet e sistemit. Kë kategori njerëzish kap kjo punë e horoskopit? Kureshtarët. Ç'a do bëhet nesër? Ç'a do bëhet pas nesër? Dua ta di. Kureshtarët janë atë, kureshtar, po mirë, robi nuk do të jetë fare kureshtar, të ketë pak dozë kurioziteti brenda vetes që të shohë, të mësoj për te asaj çka ka mbrapa. Po për të ardhmen? Ja, për të ardhmen jo, po them si, a ka ndonjë gjë të keq po ti je kurioz domthon. Vetë njeriu si natyrë. Shiko, kurioziteti është një nga ndjesirat që ka njeriu. Si gjithë ndjenjat që njeriu ka, është dhe kjo puna e kuriozitetit. Nuk është e keqe në vetvete. Po. Por duhet ta dish sa komandosh dhe atë. A vjen nga doza e mosbesimit? Jo, kurioziteti? po shiko, mund ta kategorizosh dhe vende të tjera punën e kuriozitetit. Se mund ta kesh kuriozitetin për shembull për të lexuar një X libër. Jo, në rastin konkret, për shembull, vërtet çka po flisim, për shembull, që po dish çfarë do ndodhi nesër, tjetra. Vjen nga doza e mosbesimit, për shembull. Mosbesimit, frikës, pasigurisë ndaj të ardhmes. Po ja, mësove nesër të ndodhi kjo. Çfarë do bësh ti? Aty sikur qetësohen këta në një farë mënyrë, ndjen rehat, komod, se tani e di. Ç'a di më? Asnjë gjë s'di. E parashikon hyjet, thot. Hyjet më ej. Gurët që lëvizin atje lart. Po ç'a lidhje ka me jetën tonë më valla? Ajo e tha jo atje se s'po ju vendos në një epitet tani, tha po kur ato vetëm i dëgjojnë mu këto dhe më ndjekin kur unë i them këto, pse mos i them, tha. Unë marr lek, tha. Okej, bravo, shkoni atje. T'ju mbaj me premtime boshe. Kur të ardhmen më shumë këto që thon horoskopin apo politikanët? Mashtrimi është arti më i frekuentuar i shekullit 21. Gjithmonë ka qenë. Po ka rritur kulmin. Po mashtrim shumë politikanët për këto që japin horoskopin, këto që merren me. Po nuk i vura gishin dikujt, sepse e praktikojnë në një nivel të frikshëm të gjithë tashme. Të gjithë. Në çdo sektor, në çdo duket sikur kalum temë tjetër, por ndoshta mund ta kemi pak më të zgjeruar, mund ta diskutojmë akoma më gjëra gjatë temën e horoskopit dhe varësinë tek horoskopi për parashikim për ditët e se çka do të ndodhi nesër. Po. Por për ta përmbyllur ndoshta temën e narcizmit në Shqipëri, për shembull, në nivele këtyre çka janë intelektual ose politikan, njerëz që ne sot i kemi njerëz më të dëgjuar në Shqipëri në rang politikanësh, pushtetarësh të mëdhenj. Kush është që ti e dallon më së miri që ka edhe pa u shprehur, ndoshta ose që thua ky është narcist 100%. Politikanët gjithë janë narcista. Gjithë? Krye narcisi është ai që ka epitetin kryeministër. Narcisi më i madh i gjithëve që shohim në televizor. A mund të ketë për shembull një Sala narcis edhe ai.
A mund të ketë për shembull një kryeministër që nuk është narcist? Jo. Si jo? Që mund të jetë njëri për shembull. E kundërt e narcizmit është empatia, ndjeshmëria, përulësia, po nuk e lejon njeriu që ta vendosin atë pikë kyçe edhe të drejtojë. Nuk shkojmë në njëra tjetër, no? Jo, se ata që komandojnë, që janë mbi sistemin, mbi ligjet, njerëz të tillë të korruptuar dun, njerëz të kalbur, njerëz narcistë. Nëse unë nesër mund të jem kryeministër, do të thosh edhe mua që je narcist? Do jesh komprometuar, do kesh shkelur mbi parimet e mbi rregullat e tua, se ndryshe nuk shkon dot atje. Pra nuk e ka vendin një kështu funksionon bota sistemi. Thjesht domethënë që të jetë kryeministër, nuk e lë njeriu e thjeshtë të drejtë që të jetë këtë për post. sistemi domethënë. Por sistemi i tillë. Dikush kryeministër është i zgjedhur domethënë nga ata që i zgjedhin. Jo. Në jashtë sistemit. S'ka të bëj fare, madje edhe ajo përshtypje e gabuar, ajo pralla që na shesin çdo 4 vjet, që neve shkojmë me shkundin votën atje për të dhënë përshtypjen sistemit tani që ju vendosni. Po kush janë këto pralla më dha? E di si është kjo muhabet, si me i thënë deleve të drejtojnë ujqrit. Të vendosin delet se kush ujk do jetë aty në qendër të vathës. Se dolën prap në pisk system tani për ta mbyllur, më ka bërë shumë përshtypje, nuk e di, do dohet një mendim të atë, se kemi prek, meqense jemi edhe në mbyllje, po flasim për politikën dhe politikanë shqiptar. Rasti i kapërcimit edhe që bërë dhe krahasimi me delet. Dash Sulës, për shembull, një nga krye opozitarët më të flakt që kanë pas shqiptarët dhe fliste, le të themi deri diku, zërin e shqiptarëve, problematikat e shqiptarëve, sa herë që kishte parlament, ngrente kauza ndryshme, herë shkote me prasë, herë shkote me molli, i me prasin me emra si diun, më ne. Duke sigurisht më i flakti, domethënë sikur flisë gjuhën e popullit. Besoj se ke marrë vesh të lajmin e fundit që nga Partia Demokratike prej disa muajsh pati një përplasje sikur u largua e përjashtua nga PD-ja dhe ka kaluar tani është bërë kryeinspektori i përgjithshëm për Shqipërinë, pra ka dalë në krah me Ramën. Madje para 2 ditësh doli krah Ramës, duke falendëruar dhe duke edhe është nga ata njerëzit që ne thamë pak më para që është nga njerëzit që ditë tërhiqet pasojë të kërkoj falje. Njëri në moshën 56 vjeçare sot kërkon falje për ato se çka ka thënë deri dje për Edi Ramën që është hajdut, është kështu, është e keqja e Shqipërisë, e shqiptarëve që ka bërë. Ja, shikon si e ndryshoi pllakën. Si ndryshon pllakën? Rast konkret. Të prekshëm, të freskët. Deri dje jepte përshtypje se përfaqësonte frymën e popullit. Pastaj kur erdhi propozimi që shiko se kemi një post për ty, por ato që po thohet ti deri dje, ti fshish, ti harrosh me një falje publike, edhe jemi okej. Mirë, tha ai, jam dakord. Edhe dalin bëjnë një shfaqje publike bashkë këta. Ti ke ndjek rastin, po e thu kështu vetë nga vetja? Po jo me këto që më the tani, del konkluzioni kollaj fare. Kjo është formula thua? Po, ashtu ka ndodhur. Ka ndodhur gjithmonë. Po si të mbante të njëjtat qëndrime ai kështu pro popullit edhe pastaj t'i japi një post drejtues aq fuqishëm kryespektoriatit? Pa kompromis? S'po atë fjalë. Pra si ka rënë gjunjë ai. Ka kërkuar falje. Siç ka rënë gjunjë kryeministri tjerëve, se ka hierarki. Kështu ndodh. Edhe i kanë thënë atit kështu, do bësh, do i harrosh çfarë thoje deri dje, do kërkosh falje që të fshihen gjithë ato që ka thënë. Bëjmë një foto bashkë neve për të treguar që shikoj. Jo, edhe video do, jo vetëm foto. Edhe video, okay. Po, filloi duke kërkoj falje atë çka kam thënë deri dje, tani Edi Rama pse që njeriu më mirë në Shqipëri. Po ti, e shikon çan ashtu janë. Si ke dëgjuar ato dëgjosh herë se kam qef. Po varja më burr çati dëgjoj unë edhe televizorin e shmang kur haj në herë në kuzhinë. Ik më zhduk televizor, ato sidomos politikën. A mund dëgjoj se kam thënë, a thon bukur fare. Ta gjej. Ka është pjesa e pendimit? Se di, pjesa e pendimit është sa bukur që thot. Sina tani ka ndryshuar rolet. Dhe më fal disa. Nderuar zoti kryeministër, ka pranuar këtë sfidë sepse ju vlerësoj maksimalisht për vizionin që ju keni. Dhe nuk kam turp ta them që tek qeveria jote mora kurajen, mora guximin, konkurova, dola i pari dhe vlerësohem.
Konkurova thot pas kandidat atje dhe ishin duke sfiduar njëri tjetrin se Po kush si thotë edhe Rama, unë u votova thotë Rama, thotë Rama u votova thotë ai, e? Po. Shumë populli ka zgjuar më 4 herë thotë ai. Doli nga shkundja e votës ai, e? Po edhe ky është përgatit, ka studiu, ka lexu, është avokat i juristi më i mirë domethënë në Shqipëri edhe u bë kur inspektor. Ashtu, e? Edhe domethënë konkuroi edhe me disa të tjerë dhe ky ishte më i afti dhe ju dha ai Ky posta. vlerësoi tha, gjithë këto vite s'm ka vlerësuar asnjëri thotë. Edhe unë pasën qenë në linjën e gabume domethënë. Domethënë s'ka ndodhur kjo dallavere që sapo të analizova tani që shiko, un po i harroj parimet e mia. Si shefun. Aty dali si pollumbesha pastaj. Ka për shembull te ky fjalimi, vetëm fjalimi që tha ky 10 sekonda. Ka dozë narcisizmi te kjo për shembull. Unë konkurova, unë fitova, unë bona, unë, pra në 10 sekonda ti dëgjon 15 herë unë. Po, normal, 100% narcisizëm ishte, sepse ai domethënë te unët disa herë që the para, e dyta që kemi në mbyllje tani edhe të japim edhe mesazhin e temës tonë. Po, si të gjurmohet të kjo narcisizmi. Për ne tani që kemi kaluar në këtë lloj linje bisedës, bashkëbisedimeve, janë gjëra shumë vogla për ti si kemi thënë, stërthënë dhe bim përsëritje dhe lodhim njëri tjetrin, lodhim ato që na ndjekin. Nëse do rrim të komentojmë fenomenin Dashsula dhe shumë fenomene të tjera që e kthejmë pllakën sa ndej këtej domethënë. Këtu te ky 10 sekondçi direkt e gjen gjurmë dhe shenja narcisizmi. E para përsërit disa herë fjalën unë. E dyta, kthimi i pllakës, ndryshe paraqiteshe deri dje dhe ndryshe po na paraqitet tani. Bashkë me të faljen. Domethënë, ai u bëri një përshtatje aty në ato momente dhe kaloi tek maska e hipokrizisë. E nxjerr të pafajshëm udhëheqjen e këtij të vendit këtu, duke thënë më fal se me përprasin edhe për çan tjetër nxjerrt aty ai. Nxjerrt edhe gjëra të tjera duket ai. Lloj me ç'ka po për çon si ka, nuk ka lidhje simbolike ose ajo gjë, ka lidhje ajo se çka mbronte, fliste për shqiptarët. Ky kthimi që bëri më një herë tregon që pati një përshtatje. Domethënë, nuk e ka fare për gjë, ajo që thash më përpara, nuk e ka fare për gjë absolutisht, ti vëj shkelmin. Qof dikujt apo diçkaje. Jo, por ka njerëz që e vlerësojnë që thonë që okay, këtë nuk e vlerësoi ai Berisha, e nxorri jashtë partisë dhe ky tani shkoi deri ke krau tjetër. Po më domun sot ta njerëz ndryshojnë karakterin e vet, bindjet e veta, idealet e veta, vetëm prej Berishës dhe Ramës, pra ka që besojnë domethënë kushdo qoftë Berisha dhe Rama. Po. Është pikërisht ajo që ditë ta mbrotë vetë, pra ti nuk po sishin vetja. Ç'a tham çpari? Këta janë gjithçka përveç vetes së tyre. Nuk kanë personalitet. Njeriu pa personalitet korruptohet direkte. Edhe atë spektaklin që bënte Gjoja se ku mante kraun e popullit. E paska po vetëm për të shit veten për ta blerë ky tjetri. Po. Prap shtirje, prap interesi personal i tij. Po mirë Alex, e bëra edhe një bisedë tjetër e bëra si pyetje. Robi, kur shkon në këtë moshë ku është ky zotëria, domethënë 56 vjeç, ne kemi diskutuar disa herë domethënë. Kur njeriu shkon në një moshë caktuar, pra afër fundit, ka hapet e fundit të jetës, le të themi. Sikur fillon në nxem, me dalë edhe tek ajo që theti që kur shkon pra në afër pjekurisë ose plakës domethënë që e preket të fillon reflekton. Jo, që theti pa parti, kur shkon në moshën, pra mosha më e prekur nga narcisizmi është mosha e re, domethënë rinia dhe adoleshenca e tjerë. Por mosha që mund e ka fatin, le të themi, që ta zhbëj këtë smundje ose të shërohet ose të tërhiqet ose ta heqë këtë virus. Pra narcisizmin është mosha e plakës apo jo. Ndoshta edhe për një rezume për ajo është mundësia. Mundësia. Pra rasti konkret, 56 vjeç. Ky është dozën akoma më shumë se sa ta heqë dozën e këtij virusi që ka narcisizmi domethënë. Si shpjegohet kjo? Po, okay. Pra ndërkohë që ti je në hapat e fundit, po shkon drejt rrugës për ta mbyll kapitullin tënd tjetës. Vetë të heqësh nga pas që thua të kërkosh falje për çdo gjë, të thrasësh ndërgjegjen tënde. Po ky e thellon më shumë. E thellon. Po pra dakord. Është kjo puna e moshës. Jo për rastin konkret, pra në përgjithësi si e shpjegon. Po pra në përgjithësi, është kjo puna e moshës, që në moshën e tretë njeriu mund t'i thrasë mendjes, mund, prap nuk është e sigurt, po janë dhe rrethanat. Rrethanat e këtij kanë të bëjnë me pushtet. Këtij edhe shumë si puna e këtij. Kanë të bëjnë me pushtet. Edhe nga momenti që ti ke akoma në dorë pushtet, ti do abuzosh me të, do e përdorësh për të arritur ato qëllimet narcisiste të tuat, dëshirat egoiste. Edhe kush është dëshira e një egoisti që është në pushtet? Të ketë më shumë pushtet. Më shumë, derisa të zhvishen komplet nga çdo pushtet
Aty pastaj është ajo efekti që je vetëm në shtëpi dhe fillon e reflekton ti pastaj. Kur ai mos i ketë më këto gjërat. Po a do vi ditë që mos i kenë më këto gjërat? Po deshi Zoti t'i japi jetë gjatësi, shkoj 80-90, atëherë s'do ketë pushtet ai. Aty mund të reflektoj. Berisha për shembull është 80 sa. Po ka pushtet? Ka pushtet? Ai nuk ja mundson pushteti që ka ai tani aty ku gjendet, nuk ja mundson atë vetë reflektimin. Sa ai mendin e tij e ka si të vendos akoma më shumë. A do ta provojnë në jetë apo jo këtë gjë, pjesën që do t'i iki pushteti? Pra që ta ndjen atë gjën që theti, atë frikën, atë ndjesinë, atë. Po shkoj deri në moshë shumë të thyrë, po. Mund ta provoj. Cili është fundi për ta mbyllur? Fundi i narcisizmit. I njeriu narcist ndjes. Ja njerëz që përfundojnë në vetmi. Edhe kur të vdesin, s'do ke njeri në krah. Pse nuk do kenë më interes për atit, se dhe ata që i kanë qëndruar aty duke ditur që është karakter falso, nëse i kanë qëndruar pranë, i kanë qëndruar për një lloj interesi. Edhe në varë s'kan për të shku më. Edhe se kur të përfundoj jetën nuk do interesoj më këtyreve, se dishin shumë mirë që një artist bosh. Kurse një që e do e respektosh dhe do ja bësh respektin deri në fund te banesa fundit që thon. Kurse këtyre as në varë nuk i shkojnë njerëzit. Ky është fundi i tyre, vdesin vetëm. Bosh, pa arritur asnjë gjë, një vrim nuk i bën gjithë jetën e tyre. Kjo është misioni i narcistëve, rezultati i jetës zgjedhjeve të një njeriu narcist, një vrim në ujë. E gjitha për ty një thirrje, një mesazh dhe herë për herë të fundit. Thirrje për këtë temë dhe për ata njerëz që të ruajnë nga ky virus. Ndoshta edhe për ne. Mendoni edhe për komshiun, mendoni edhe për shokun, mendoni edhe për familjarët. Mendoni që të jemi brenda nes, rrethit që quhet ne. Dilni nga rrethi që quhet unë, atëre do jeni njerëz të dobishëm për këtë vend. Vetëm kur të futeni te cikli i nes. Një për të gjithë për një. E thanë ata 4 muskultierët. Kështu do t'jemi dhe neve si muskultierët. I shikonit, e domethënë e marrni mend ai filmi atje se si luftoshin ata kur njëri binte në duart e armikut edhe shkoshin të gjithë bashk dhe e kundërta. Qëndronte vetëm njëri i lirë dhe shkonte shpëtonte edhe shokët e tjerë. Kështu do t'jemi edhe neve në jetën tonë. Të jemi tek 1 për 4, 4 për 1. Po, 1 për të gjithë, gjithë për 1. Ashtu duhet jemi. Kjo është fryma. Kjo na bën njerëz neve. Kjo na bën të dobishëm në shoqëri. Kur jemi te neja, nga momenti që kalojmë te uni, je njeri vetëm, je njeri i pasigurt, njeri që jeton në frikë, që ka frikë dhe nga hija e vet, që ka frikë nga vetja e vet, nga ballafaqimi që do i bëj vetes me mendimet, me ato boshllokun, me ato botën artificiale. Është një vuajtje për zgjalli. Ferri mbi tokë është narcisizmi tek njeriu që e përjeton. Kurse nga momenti që neve interesohemi edhe për të tjerët, ti duam, t'ia shohim të mirë, ore të gëzohemi me suksesin e tjetrit, ja të bëhemi xheloz. Aty jemi treguar vërtet njerëz të atit Zotit që na ka pajisur me ndjenja të bukura njerëzore. Po u bëm narcist, i ngjajmë atit tjetrit, atit armikut, sa ai është kryer narcisti. Ai do t'i bëj vetë njerëzit si vetja vet. I ftohtë, indiferent për veten e vet, si ta shkataroj tjetrin, si ta shfrytëzoj tjetrin. Duam t'i ngjajmë Zotit, qëndroni te neja. Duam t'i ngjani atit sykuqit, qëndroni te uni. Zgjidhni dhe merrni, i keni të dyja përpara. Ishte mirë kjo mbyllje? Super gjë. Alex, të falenderoj shumë. Edhe unë kënaqësi si gjithmonë. Mi qëroj që të merrni më të mirën nga kjo siç ka bashkëbiseduam sot me Aleksin. Unë kam qenë gjatë gjithë kohës tek sa dëgjoja në reflektim me veten dhe uroj që edhe unë të marr tek vetja të marr, domethënë se dolet tek unë. Por të marrim gjithë nga kjo gjë, të marrim më të mirën dhe bëni komentet tuaja, pyetje nëse keni. Mund na sugjeroni edhe tema të tjera që kanë lidhje me këtë dukuri ose me këtë formë se si e kemi nisë në këtë sezonin e dytë me këtë lloj temash që
që janë shumë të rëndësishme, ndoshta në plan parë nuk duken të rëndësishme në kuptimin të drejt për drejt, se sot çdo gjë ka shkuar tek ajo që kemi diskutuar në temat e parë, tek materiali, tek e prekshmja, dhe kur diskutojmë këto gjëra duket sikur s'përfitojmë gjë. Dhe kur flasim për politikë duket sikur do të ndryshojë diçka, por realisht ndoshta kjo mund ta ketë të padukshëm ndryshimin ose jo të shpejtë ose të menjëhershëm, por është një brumosje shumë e mirë që ndikon në karakterin ton dhe na bën mirë në afatgjat, ndoshta dhe po ta mbajmë fort, po ta ujisim gjithmonë vazhdimisht me këtë frym, do ta bëjmë më të fituar. Të gjithë. Do të jemi më të fituar. Kjo është. Ju përshëndes. Ju pafshim gjithë. Të jeni mirë.